pyete artën, të lutëm, apo ma bën halal. Pra, arta, shumë është me rëndësi na, kur e kuptojmë këtë gjë, se kemi dy vija, dy horizonte. Një është vija horizontale. Unë edhe ti, burri, familja, djali, vajza, shoqëria, çfarë sjellje kemi me zveti. Sepse, kur e kanë pyet profetin, çka është Islami, ai ka thonë, husnul edeb, sjellje e mirë. Prandaj, shumë e vlerëson si Zoti, si nëna, që i ka fëmijët e vet, si Zoti që i ka krijesat e veta, shumë e vlerëson se çfarë sjellje kam unë dhe ti me të tjerët. E pastaj me Zotin e kemi kollaj, se ajo është shumë i mëshirshëm. Ajo është taq i mëshirshëm ndaj neve, saqë kur na sheh ndonjëherë që shumë po gabojmë, a din si kur dojmë me këshyrë përmes gishtave, kështu. S'dëshiron ai me na pa neve duke gabu. Prandaj, unë mendoj se duhet shumë me i pas sjelljet e mira. Në mes njerëzve, me Zotin e kemi kollaj. Prandaj edhe për labinotin, duhet me pas stërti në sjellje. Se nëse nuk baraspeshohen adhurimi, po normal, çdo kush është në krijim, unë s'mund ta akuzoj, se ndoshta edhe vetë kisha i aty isha bo si labinoti, po se besoj. Se besoj se jam e fortun, se edhe jam ma e madhe se labinoti. Respekt për labinotin, për familjen e tij, që e ka të mrekullueshme, i njoh, janë njerëz shumë të mirë, sidomos Zoja, por normal është sfidë për labinotin, si një babë, si një person i familjes që e marrë familjen, po shpresojmë të mos gabojnë shumë. Unë e lut Zotin njerë t'ja falë, pastaj inshallah edhe populli krejtve atyre që janë, i kupton me një sy ma ndryshe. Po edhe për fund Zonja Iqbale dua me të pyet edhe këto, sepse